Nuk dua të vdes. As I gjallë e as I vdekur. Nuk kishte dhembje trupore, por I ndijente ato kudo, si hije që e ndiqnin pa pushim. Mendonte, por nuk dinte çfarë të mendonte. Çdo ditë vdiste nga pak. Jeta I qeshndrua në një makth pafund. Vuante aq shumë sa ndonjëherë dëshironte vdekjen më shumë se jetën. Por të vdiste nuk guxonte. Madje edhe vetë mendimi për vdekjen I ngjallte një tmerr të padurueshëm. Sa herë që dikush e përmendte, zemra I rrihte fort, sikur të donte t'i dilte nga krahërori. I gjori, nuk donte ta pranonte se njeriu kishte lindur për të vdekur. Ai e shite vdekjen si ndëshkim, jo si mëshirë nga Zoti. Për të, ajo ishte një derë drejt vuajtjes së përjetshme, jo një mur që ndante përgjithmonë të dashurit. Nuk e kuptonte se vdekja është thjesht një kalim, një udhëtim nga një botë në një tjetër, si një udhëtar që ndërron stre. Një ditë, një mik I tij nisi t'i fliste për vdekjen dhe ringjalljen. Por mendja e bekimit nuk e kapte dot atë që dëgjonte. Fjalët e mikut I tingëllonin të largëta, si jehona e një zëri në shkretëtir. Bekim, a I ke menduar ndonjëherë se ne, njerëzit e gjallë, kemi përjetuar tashmë 2 vdekje dhe 2 ringjallje? Sytë e bekimit u zgjeruan. Duart filluan t'i dridheshin. Mos fol për vdekjen, I tha me zë të dridhur. Miku buzëqeshi butësisht. Pse të mos flasim? Vdekja është gjëja më e zakonshme për njeriu. Çfarë thua? Si mund t'jetë vdekja normale? Mos fol marzira. Po, bekim, është krejt normale, madje edhe mëshirë. Bekimi mori frymthell dhe u kthye pak anash dhe shikoi drejt boshllëkut, sikur kërkonte diçka që nuk mund ta shihte. Për disa qaste heshti, por më pas kurreshtja e mposhti frikën. E si qenka e mundër të kemi përjetuar 2 vdekje dhe 2 ringjallje? Shpjegoje të lutem. Miku u ofrua dhe nisi të fliste me një zë të butë, por të sigurt. Mendoje pak, bekim. Ne kemi ekzistuar në një botë tjetër përpara se të vinim këtu, pra në botën e shpirtrave. Aty jetuam derisa erdhi koha të vdisnim dhe të ringjalleshim në barkun e nënës. Bekimi ngriti vetullat. Ma thjeshto pak këtë që thua. Po pra, fakti që nuk jemi më në botën e shpirtrave tregon se kemi vdekur nga ajo botë dhe jemi ringjallur në botën e barkut nënës. Aty kemi jetuar atë sa ishte e caktuar. Dikush 6 muaj, dikush 8, dikush 9. Pastaj, erdhi një tjetër vdekje, dalje, nga barku I nënës. Dhe kështu u ringjallëm në këtë botë ku jemi tani. Bekimi u mendua. Fjalët e mikut po I hynin thellë si drita që deportonte në errësirë. Mendohu mirë, bekim, sikur dikush të na fliste kur ishim në barkun e nënës, dhe të na thoshte se jashtë kishte një botë tjetër, me qiell të hapur, male, dete, njerëz që ecin, punojnë, udhtojnë me aeroplan. A do ta besonim? Bekimi rodhi buzët në shen pohimi. E pra, ashtu siç kemi kaluar 2 vdekje dhe 2 ringjallje, do të vi një ditë kur do të vdesim edhe nga kjo botë, por të ringjallur në tjetrën. Në amshim. Po ti, ke frikë nga vdekja? E pyeti bekimi. Të friksohem nga vdekja? Jo. Ne besimtarët, për të takuar me profetin ton dhe për të parë fytyrën e krijuesit të çdo gjëje, duhet të kalojmë nëpër rrugën e vdekjes. Prandaj, po ta dija se do dal nga kjo botë me besim të plot. Tani do e kisha lutur Zotin që të vdisja. Por ja që ne çastin e vdekjes e presim me padurim dhe knatësi. Po të pyes ty, bekim, ke dëshirë të takosh të dashurit e tu?
Po, natyrisht, ju përgjigj Bekimi paksa i habitur. E kush mund të është më i dashur për njeriun se sa ai që e krijoi, Zoti pra, dhe i dërguari i tij? Bekim, mos lejo të rrëmbejnë mendime negative, nga se ato kanë vetëm një qëllim, që jeta jote të rënohet dhe rrësohet. Mendimet negative apo cytjet janë të destinuara që njeriu ta mbajnë në ankth. Prandaj, injoro mendimet negative, mbështetu në fuqinë e atij që të krijoi mendjen dhe mendimet dhe thjeshto jetën pa komplikime. E si të arri këtë më thuaj, duke e kuptuar se përderisa mendojmë për gjëra që ne nuk jemi të thirrur, kjo i bie se jemi futur në kompetencë të Zotit dhe ne prandaj vuajmë, thjesht, duke injoruar mendimet negative dhe duke e kuptuar se ne jemi të krijuar të mendojmë, veprojmë e jetojmë si njerëz, pa u futur në pjesën ku Zoti i ka bërë të ndaluara. Po thua të mos frikësohem për vdekjen? Natyrisht, Zoti nuk na ka pyetur për lindjen tonë. Ai nuk na pyet as për vdekjen. Kështu që e jona është të kujdesemi për pjesën në mes të lindjes dhe të vdekjes. Pjesa tjetër i takon vetëm Zotit. Një fije drite i shkëlqeu në sy Bekimit. Për herë të parë, vdekja nuk ju duk më aq e frikshme. Bekimi më në fund e kuptoi. Vdekja nuk është fundi, por ftesë nga Zoti, dhe kush ka besim nuk trembet nga takimi me Krijuesin. Ai që jep jetë nuk gabon kur e merr atë përsëri.